Dhe padyshim se përmirësimi i njetit është prej luftave më të fuqishme që i bën njeriu kundër nefsit të tij dhe kundër shejtanit. Se nefsi i tij pra tërhiq ka syefaqësia, e don që të lavdrohet, që të shihet para njerëzve, që t'i thojnë, o, mashallah, si filani s'ka. Nefsi ja hek këtë. Kjo është sa i përket nefsit. Ndërsa sa i përket shejtanit, edhe shejtani e din se njeti o esenca, baza. Andaj që aty sulmon mas shumëti. Për këtë shkak Sufjan e Thauri dhe shumë prej dietarëve të selefit, pra gjeneratave të para, kanë thonë, ma alegjtu shejën, e sheddu aleje min mualegjeti njeti. Nuk kam shëru diçka që është më e rëndë për mu se sa njeti jem. Më thonë, nëse më pyet se çka e ke pas më të vështirë ta ndreqish, ta përmirësosh, ta vendosh në shinat duhura, thot njeti. Fa marratan li wa marratan aleje, se dëni herë është mirë, dëni herë është kundër meje. Njeti pra aty për aty mund ndryshoje. Allah i na ruajt. Për këtë shkak dietarët kanë thonë se njeriu me niyet duhet ta ruaj vetveten me niyet mirë. Para se ta bëje punën, duhet kujdeset për niyetin e vet, gjatë veprimit të punës të ibadetit që e bën dhe pasi që e bën ibadetin, duhet ta ruajë niyetin. Me thonë, para se me bë punën, duhet ta filloje punën me niyet mirë, për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj gjatë punës, o të u falë, për shembull vet falet për 2 minuta, ama hin dikush misafir dhe tash ka hin ai da zgjati unë namazin 20 minuta, 15 minuta. Pse? Që ai të më shofe, ta shofe se mashallah unë sa shumë falem. Do të thonë gjatë namazit mund të ndryshojë niyeti. Duhet ta ruaje pra niyetin edhe gjatë namazit. Dhe po ashtu pasi që e kryen. Jo e ka bënë një punë të mirë edhe të nesërmen u kallzon këtëve. Vallahi e kam bërë këtë punë, jo si unë që kom punu, jo ju se keni bën, ju unë e meritoj këtë, pse unë e kom bën këtë. Do thonë mos i e bën punën, faktikisht e prish duke e përmendur dhe duke munduar që ta ngrit veten me atë punë që e ka bën. Për këtë shkak, një prej lutjeve që më shumti i ka bërë pejgamberi alayhis salam, pra më shpeshti është lutja e tij, pra duaja ja mukallib el kulub thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, ma përforco zemrën time në fen tënde. Kështu e ka lutë pejgamberi alayhis salam Allahun e lartësuar. Dhe është pra e pëlqyer që gjithë ne këtë sa më shpesh ta bëjmë. O ti që i rrotullon zemrat, ma përforco zemrën time në fen tënde.